Për të 6 vit radhazi, fëmijët e qytetit të Lezhës u bën pjesë e konkursit artistik Lezhë Talent Show, duke shpalosur talentin e tyre në muzikë, kërcim dhe aktrim. Aktiviteti u kthyer tashmë në traditë, u zhvillua në një atmosferë festive duke sjellë emocione të forta për pjesëmarrësit dhe publikun. Nata finale u mbajt mbrëmje në një qeshorit në sallën e Pallatit të Kulturës, ku talentët e vegjël performuan përballë një audience të gjerë. Me energji, pasion dhe përkushtim, fëmijët dëshmuan se Lezhë ka një brez të ri të talentuar dhe premtues në fushën e artit. Nënkryetaria Bashkisë Lezhë, Eda Molla, dhe drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar, Antoneta Suta, vlerësuan dhe garantuan mbështetjen për këtë organizim që është kthyer në traditë të përvitshme për qytetin. Të gjithë të mrekullueshëm. Do të falenderoj që ashtu sotme që të thënë, mos në zyshurin të sharmat që kujdesin çdo ditë për ka talenta. Duke qenë se në Lezhë tashmë janë bërë këto aktivitete të shumta, kjo dëshmon qartë se Lezhë ka talente. Dhe ne absolutisht do reshtim asnjëherë të promovuarit këta talenta të mrekullueshëm. Në Lezhë talentet floriten dita ditës, vazhdojnë çdo ditë. Dhe kjo falë një bashkëpunimin shumë të mirë të prindërve, me mësuesit, me qendrën kulturore të fëmijëve dhe me bashkinë që i mbështet në çdo aktivitet. Talentin e tyre kanë treguar jo vetëm sonte, por në shumë konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare, ku fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve, fëmijët e Lezhës kanë arritur të kohërin suksese shumë të larta. Suksese gjithë, për mua jeni fitues që të gjithë. E duke qenë që sot është një ditë e veçantë për juve, dua të uroj gjithë fëmijëve të gëzuar me qeshori, urrikshit e lumtur të qeshur të suksesshëm. Lezhë Talent Show është një organizim i Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Lezhë dhe ka për qëllim nxitjen dhe promovimin e talenteve të reja, duke u kthyer në një nga aktivitetet më të dashura të qytetit.